Vjosa, një nga lumenjtë e fundit e egër në Europë, tashmë ka hyrë në historinë e trashëgimisë botërore. Me vendimin e UNESCO-s, ajo është përfshirë në programin Njeriu dhe Biosfera, duke u shpallur një pasuri që i përket jo vetëm Shqipërisë, por mbar njerëzimit. U arrit që Vjosa të merrte të status kaq veçantë dhe kaq bukur, e cila në thelb përkufizon vlerat unikale të këtij lumi të egër, pra të paprekur deri më sot, përkufizon ndërveprimet njerëzore të banorëve të vet lumit dhe natyrisht edhe kulturës së saj në gjithë dimensionet, si ato shpirtërore dhe ato materiale. Kjo njihet globalisht tani më duke u përfshirë në atë listën e, po themi, gati 130 vendeve të cilët e kanë një status të tillë për të përfshira në këtë program, pra Njeriu dhe Biosfera. Ta kthejnë vërtet një vlerë unikale siç është ajo në të vërtetë për të shërbyer pa diskutim dhe ekonomisë. Nga ana tjetër, operatorët turistik që operojnë në këtë zonë pohojnë se ky vendim do të ndikojë drejt për së drejti në zhvillimin e turizmit. Kjo po ndihmon shumë, sidomos në promovimin e përmetit, por jo vetëm të përmetit dhe zonat rreth e rrotull. Ka pasur përfitime si nga ana monetare, por përpiqemi që përfitimet që janë ne të investojmë, që njerëzit ta njohin më shumë si Lugin. Ky ishte një lajm shumë i gëzuar për ne, na gëzoi shumë. Me shpalljen e Vjosës, pjesë të UNESCO-s, Shqipëria forcon jo vetëm vlerat e saj natyrore, por edhe identitetin si një vend që di të mbrojë pasuritë e rralla.